Nuk di nga të filloj, por dua që çdo fjalë që të shkruaj të mbaj brenda të gjitha atë që ndjej për ty që kur të kam njohur, ka diçka tek ti që më bën të harroj kohën dhe vendin ku jam. Çdo gjë përreth duket më e qetë kur e di se ti je aty, duke buzëqeshur, duke folur me atë zërin tënd të butë që mund të më mbaj zgjuar gjithë natën. Më duket e pabesueshme që sonte do të jemi bashkë, vetëm ne të dy, larg çdo shqetësimi dhe zhurmë të botës. Vetëm ti dhe unë. Kam imagjinuar këtë natë që nga momenti kur e mora këtë ftesë në mendje. Do të jetë një natë ku mund të qeshim, të flasim për gjithçka, për ëndrat që na trembin, për planet që duam të realizojmë, për ato çaste të vogla që bëjnë jetën të ndjej më të madhe. Më duket se një pjesë e ditës ka qenë gjithmonë duke pritur këtë moment, sikur universi ka punuar vetëm për të na sjellë këtu. Tani që kjo po ndodh, dua të shijoj çdo sekondë. Dua që të shoh sytë e tu, të ndjej dorën tënde, të dëgjoj frymëmarrjen tënde pranë meje, dhe të di se nuk jam vetëm në këtë botë. Ti je një vajzë fantastike, Aurore. Nuk është vetëm bukuria jote që të bën të veçantë, edhe pse nuk mund të mohohet se është magnetike. Është mënyra se si qesh, mënyra se si dëgjon, mënyra se si bën çdo gjë të duket më e thjeshtë dhe më e bukur. Është ajo ndjesia e qetësisë që sjell pranë vetes, sikur gjithçka tjetër mund të presë për pak, dhe momenti me ty është i gjitha çfarë ka rëndësi. Mund të flasim për muzikë, për filma, për librat që na kanë lënë gjurmë, për ato gjëra që na bëjnë të qeshim pa ndonjë arsye të madhe. Mund të rrim vetëm duke folur për asgjë, dhe unë do të jem më i lumtur se kurrë. Sepse në ato çaste çdo gjë tjetër humbet rëndësinë e saj dhe mbetet vetëm ti dhe unë, dhe më duket e çuditshme, por kur mendoj për ty, shpirti im ndihet sikur po kërcen pak nga lumturia. Ka një lloj drite që ti sjell tek unë, një lloj energjie që nuk e kam ndier me askën tjetër. Dhe natën e sotme, dua ta ndaj këtë ndjesi me ty, dua të shoh se si sytë e tu ndriçojnë në errësirë, si buzët e tua buzëqeshin kur asgjë nuk është e nevojshme përveç pranisë. Kam menduar se kur jemi bashkë, kohës i humb kuptimi. Minutat dhe orët nuk kanë rëndësi. Vetëm momenti ka rëndësi. Dhe tani që e dim se do të jemi vetëm ne, ndihem sikur çdo gjë tjetër ka ndaluar, si një fotograf i gjallë që nuk ka nevojë për prekje për të jetuar. Aurore, natën e sotme dua që të ndjejmë gjithçka bashkë. Të ndjejmë qetësinë e natës, të ndjejmë ngrohtësinë e një tjetri pranë vetes, të ndjejmë se jemi të dy pjesë të një tregimi më të madh se vetë ne. Dhe nuk ka nevojë për fjalë të shumta, sepse një shikim, një buzëqeshje, një prekje e thjeshtë mund të thotë gjithçka. Ti je një vajzë fantastike, dhe unë ndihem me fat që e kam pranë. Ndoshta kjo natë nuk do të harrohet kurrë, dhe ndoshta nuk kemi nevojë të flasim për atë që do të ndodhë nesër. Sepse për momentin, gjithçka që ka rëndësi është të jemi bashkë, duke shijuar njëri tjetrin, duke qeshur dhe duke krijuar kujtime që do të zgjasin më shumë se çdo fjalë. Dhe ndërsa nata avancon, dëshiroj të jem aty për çdo ndjesi tënde, për çdo mendim që të shfaqet, për çdo frymëmarrje që më tregon se je pranë. Kjo natë është e jotja, e imja, e jon. Dhe nuk ka gjë më të bukur se kjo ndjesi e përbashkët e qetësisë, lumturisë dhe eksitimit. Aurore, shpresoj që kur të shohësh këtë mesazh, të ndjesh pjesën e vogël të asaj që unë ndjej për ty dhe natën e sotme, kur të jemi bashkë. Dua që të ndjejmë çdo sekondë si një moment të veçantë, sepse kjo natë është vetëm për ne.